Rama është i shqetësuar për shkak lidhjeve që Lacivita ka në departamentin e shtetit. Domethënë të injorosh Lacivita për mendimin tim ose nuk ke informacion ose e bën me qëllim. Është një nga njerëzit më të rëndësishëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kini parasysh diçka që Rama, me që jemi të figuracionet, ka thënë Donald Trump është turpi i qytetërimit. Pra, nuk është problemi që tha për Lacivita Latifi etj dhe do ta injoroj. Pra, i ka injoruar presidentin Trump sipas tij. Kështu që nuk bie pesha specifike Lacivita se i thot ai Latifi. Unë mendoj që është i shqetësuar, prandaj referohet. Në rast se nuk do ishte i shqetësuar, do ta injoronte. Na i shpjego pak pse është i shqetësuar. Është i shqetësuar nga çështja e tij. I shqetësuar sepse është një general fushate shumë i solli, sepse është në të njëjtën kohë lobist që mund ta çojë fjalën tek paradhoma e Donald Trumpit, apo ai në fakt është paradhoma Donald Trumpit, sepse është pjesë e shtëpisë bardhë. Të hedhë poshtë dhe argument tjetër. Ai është një emisar i Donald Trumpit në shumë vende, jo vetëm Shqipëri. Keni parasysh diçka? Ndoshta nuk e ka pranuar vetë një status që të marrë një detyrë në Departamentin Amerikan të Shtetit apo diku tjetër. Ai s'e ka thënë. Ja pra po ja u them unë se unë e kam studiu. Dhe unë jam i njëri që jam marrë me do të kesh informacion, nuk është studim këtu tani se ishte struktura e partisë që e kandidat për deputet. Tani unë po jap një mendim që nuk besoj se që nuk jam në strukturë, po ti ke informacion primar. Jo, nuk ka lidhje me PD-n kjo, ka lidhje me çka kam studiuar në zgjedhjet SBA. Ky njeri ka një peshë specifike në SBA. Rama është i shqetësuar nga çështja me Gonigal që ka aty, sepse Lacivita ka shok shumë të ngushtë në FBI, drejtuesin, zëvendësdrejtorin etj. Është një patate nxehtë kjo e Ramës. Prandaj mendoj që në mënyrë strategjike po luan gabim që po godet Lacivita. Ai është njeri i cili a do paguat apo jo, kjo është një histori tjetër, por që është një nga njerëzit më të rëndësishëm sot për sot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe është vetë paradhoma e Donald Trump. Pra ju thash, Suzi drejton kabinetin, Lacivita është për të lëvizur. Kini parasysh diçka, çfarë do ishte Partia Demokratike në rast se nuk... Pyetje, në rregull. Njëso. Si ka mundësi që e kapi doktori këtë kaq të rëndësishëm? Se tani, ne jemi vend dhe semi kërthiza e botës, dhe do kishim shumë të shqetësishëm. Si ka mundësi se kapin një vend tjetër e kapim ne këtë? Shiko, kjo është pyetje shumë e rëndësishme. Kjo është pyetje shumë e rëndësishme. Unë gjykoj që edhe Shqipëria ka pasur... apo është vëmendje? Shiko, edhe Shqipëria ka pasur dhe ka, besoj unë, pak a shumë hallet në atë që quhet agjendë majtiste dhe goditjen që ka dhënë Soros në Shqipëri ka qenë po e njëjtë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju thatë diçka për rrugën e Elbasanit, që është bosh dhe nuk po jep mesazhe. Nuk po jep mesazhe. Po pra, nuk po jep mesazhe. Shqiptarët kanë një shprehje shumë bukur, më mirë djepi bosh se sa gjarë për i brenda. Kështu që Ambasada e Shtetit të Bashkuara të Amerikës ishte kthyer në një paradhom të Partisë Socialiste, Partisë në pushtet dhe të gjithë agjendës majtiste që po ndodhte në Shqipëri. Promovonin prindi 1, prindi 2, LGBTI në këto historira tjera që do t'i çonin propaganda në përshkolla etj. Dhe projekte cilat janë të korruptuara